Nëse dikush me një fazë ka pas një rast caktuar të një keqpërdorimi apo ka qenë i dënuar për një rast caktuar, po hyrjen e Google, ti e shkruan emrin dhe mbiemrin tënd, ty mund me dal një vendim i vitit 2008 kur ti ke pas një rast të caktuar dhe është shumë e rëndësishme, është edhe drejt e ti që ato dhona mu shkatërru. Po për shembull nëse një president është dënuar për korrupsion, ai duhet me hyrë në histori për shembull që është një president i korruptuar. Në fakt, Zotëri Mustafa, në bazë të ligjit njëhet edhe aspekti e drejta për mu harru. Parashihet edhe me ligj, pse është e rëndësishme kjo për një qytetar? Në fakt e drejta për të harruar është një drejtë e re që ka hyrë ligjin për mbrojtje dhona personale, i cili ligj që vdeni është i harmonizuar në plot me rregullativen e re të Bashkimit Evropian ose i njohur si GDPR-i, dhe është një drejtë që neve si qytetar na jep plot drejta. Nëse dikush me një fazë ka pas një rast caktuar të një keqpërdorimi apo ka qenë i dënuar për një rast caktuar, pse dhe gjitha obligimet konkretisht me shtet apo me atë kompani qoftë publike apo private i ka kry. Dhe pse emri ti, mbi emri ti, apo dhonat e ti personale duhet më konë publike në vefaqe. Dhe ne e dim shumë herë që po hyrjen e Google, ti e shkruan emrin dhe mbi emrin tënd, ty mund me dal një vendim i vitit 2008 kur ti ke pas një rast të caktuar dhe është shumë e rëndësishme, është një drejtë. A do të thotë kjo që për shembull për rastet e korrupsionit mundet me ushi, duhet mu fshi? Në fakt kodi procedurës penale paraqet se ato vendime sa duhet me qenë publike. Momentin që arrihet qëllimi, momentin që ai qytetar i ka kryer gjitha obligimet për shtet, është edhe drejtë e tij që ato dhona mu shkatërru. Po kodi nuk e parashë shkatrimin apo fshirjen e këtyre dhonave? Në fakt, në momentin që ti nuk e parashe, është e drejt e individit që mu kërku që ato dhona tina mu largu në vefaqes të ati institucionit, që publik apo privat. Edhe të rastet e korrupsionit. Janë raste shumë publike, janë raste që edhe vendimet bëhen publike, por nëse kalon një fazë 10, 15, 20 vjet, interesi publik, ai qytetar e ka drejtën e risocializimit dhe reintegrimit në shoqëri, është edhe lind edhe kjo drejtë e re që ka hyrë në ligjin për mbrojtjen e dhona personale që njihet si e drejta për të harruar. Po për shembull nëse një president është dënuar për korrupsion, ai duhet me hyrë në histori për shembull që është një president i korruptuar. Në fakt kur flasim për figura të larta publike, ne e dim që edhe privatësia e tyre është, mos më thonë, është shumë e vogël apo mos thonë që nuk kanë privatësi, dhe të figurat e larta publike, këtë rast edhe kjo e drejtë nuk garantohet, por garantohet për çdo qytetar i cili ne e përmendëm në fillim të emisionit të aplikant për punë, të punësimit, nëse ti nuk je i punësuar në këtë institucion, vendimi jëtë ti pas 10 vite ki përfundu punën në atë institucion, kete ki një jetë komplet të re, vendimi jëtë është publik, ndërsa ligje paraqet që 3 vjet pas përfundimit të marrëdhënies punës, ato vendime mu heq nga vefaqja. Kjo është pikërisht kjo drejt, por kur flasim të figurat larta publike, edhe privatësia të ta është, më me thonë, shumë e vogël.